Derisa kanë mbetur vetëm pak ditë deri në përfundimin e afatit kushtetues për formimin e qeverisë së re, vëmendja vazhdon të jetë tek pyetja se a do të arrijë mandatari Glauq Konjufca të sigurojë votat e nevojshme për të zgjedhur kryeministër, përballë kësaj dhe këtij procesi qëndrimet kundërshtuese të LDK-s, PDK-s e AK-s dhe Nismës, pavarësisht rrezikimit të buxhetit për vitin e ardhshëm dhe pagave për transmetuesin publik, po thellojnë polarizimin ekstrem mes partive politike. Në lidhje me këtë situatë, për gazetën Bota Sot, foli analisti politik Dani Sharri, i cili ka treguar se çfarë shpjegon këtë ngjarje të thellë dhe a do të arrijnë palët të gjejnë një pikë të përbashkët. Vendimi i Albin Kurtit për ta propozuar Glauq Konjufcën si mandatar të ri për kryeministër figuron më karizmatik te pozitës për të cilën më herët vetë opozita kishte deklaruar se do ta votonte në rast se do të propozohej për kryeparlamentar. Ka vendosur opozitën në sprovë të rëndë politike, ndaj duke pasur parasysh gjendjen kritike pa qeveri, pa buxhet të miratuar, si dhe pa marrëveshje të votuar në kuvend me BE-n dhe Bankën Botërore për Zhvillim, në të cilën për shkak të ngërçit politik ndodhet Kosova, dëshmohet qartë se nevoja urgjente për bashkëpunim ndërpartiak dhe maturi politike nga opozita, duke ofruar bashkëpunim minimal për krijimin e institucioneve të reja legjitime të dala nga zgjedhjet kombëtare të nëntëshkurtit, ka thënë Sharri. Sipas tij, gjendja aktuale është e rëndë, opozita duhet të matet mirë para se të veprojë kundër Konjufcës. Kjo pasi siç thotë analisti i partit janë të obliguara para votuesve të tyre dhe qytetarët që të kontribuojnë në mbarvajtjen e shtetit dhe zhvillimin e një demokracie funksionale. Opozita duhet të ofruar bashkëpunimin e nevojshëm për krijimin e qeverisë legjitime dhe ndërtimin e institucioneve të qëndrueshme të shtetit, ndërsa lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti pushe zonja mund t'i sfidojë me programe ide të reja dhe bëjnë konkurrencë me projekte të përparuara zhvillimore e jo të thellojnë përçarjen dhe bastardojnë kulturën politike për interesa të ngushta partijake, sepse shkaku i qëndrimeve të saj, kundër interesave të shtetit dhe parimeve të demokracisë, krejt përgjegjësia do të bie mbi opozitën dhe do t'jak merre të rëndë nëse vendi do të detyrohet të shkojë për herë të tretë brenda vitit 2025 në zgjedhje, shkaku i saj, ka nënvizuar ai. Ai ka rikujtuar se zoti Glauq Konjufca ka treguar leadership sa ai ishte kryeparlamentar dhe i qasje të pavarur në raport me partinë e tij. Andaj, sipas Sharrit, është e habitshme se si partitë opozitare janë pozicionuar kundër Konjufcës si kryeministër i ardhshëm. Konjufca, të gjithë jemi dëshmitar se edhe sa ai ishte kryeparlamentar ka treguar leadership të jashtëzakonshëm dhe një qasje pothuajse të pavarur në raport me qëndrimet e partisë që i takonte, ndaj habit fakti se si PDK, LDK dhe AK ndryshuan qëndrim, ka shpejt e tregon kaq kokfort për të mos e mbështetur as qeverinë e mundshme me mandatar Glauq Konjufcën. Krejt kjo avari bën të dyshohet se partitë opozitare përveç kokëtimit në misionin e dështuar Richard Grenell në takimin e mbajtur më 12 shtator në ambasadën amerikane, mund të kenë arritur një marrëveshje prapa perdes edhe me përfaqësuesin aktual të kësaj ambasade, Anu Pratipati, edhe përmes premtimeve se me ndihmën e personave të caktuar nga administrata e Trumpit, do të rimarrin sërish pushtetin me kushtin që si udhëheqës të qeverisë dhe drejtues të institucioneve shtetërore të Kosovës, t'i kthehen sërish misionit të paraardhësve të tyre për ndryshimin e kufive dhe ndarjen e Kosovës, gjë që ka bërë edhe të krijohet ky polarizim kaq i skajshëm dhe i papar ndërmjet partive politike, ka nënvizuar ai.